Flamurtari godet në Mercato. Klubi Vlonjat ka nisur zyrtarisht Mercaton dimërore dhe afrimin e lojtarëve, duke afruar 2 lojtarë mjaft cilësor në orët e fundit. Vlonjatët kanë prezantuar 2 afrimet e para të kësaj merkatoje të dimrit, ndërkohë që janari do t'i gjejë kështu të përforcuar. Mbrojtësi Malazez, Momçilo Rasho dhe mesfushori ofensiv Leo Melo janë tashmë zyrtarisht pjesë e kuqezinjve. Rasho luan si qendërmbrojtës dhe vjen nga Lokomotiv Tashkent. Ai ka pasur eksperiencë ndërkombëtare edhe si ish lojtari i Malit të Zi, U21. Lindur më 6 shkurt 1997, është i gjatë 1,86 cm. Pritet që ai të vendose direkt në urdhrat e trajnerit Francesco Moriero për të dhënë kontributin e tij për skuadrën. Një tjetër lojtar mjaft interesant, por edhe një blerje cilësore për vlonjatët, është edhe Leo Melo. Ky i fundit e njeh mjaft mirë kampionatin shqiptar. Pas eksperiencës të Elbasani dhe në sezonin e fundit tek Egnatia, braziliani vjen në Vlorë për të forcuar edhe më shumë repartin ofensiv. Ai ka lindur më 21 shkurt 2001 dhe është i gjatë 1,80 cm. Sipas klubit Vlonjat, mesfushori ofensiv brazilian sjell kreativitet dhe energji në mesfush. 2 afrimet më të fundit janë përforcime të skuadrës vlonjate, mjaft cilësore, që do të rrisin kështu edhe organikën dhe cilësitë individuale në skuadër. Flamurtari do të ketë 2 ndeshje mjaft të rëndësishme, të cilat do të zhvillohen njëra pas tjetrës dhe do të jenë ndeshje të luajtura në transfert. Kuqezin takimin e radhës e kanë të shtunën me Tiranën, ndërsa më pas do të udhëtojnë përsëri drejt kryeqytetit, por për të takuar Vorën. Në këto takime do të synohet vetëm 3 pikëshi.